Përshëndetje, ju falenderoj që jeni bërë pjesë e kësaj tyreze të Rumbullakut. Unë quhem Çajip Shamolvari dhe jam këtu si nënpërfaqëtar i Lëvizjes Shqipëria e Re për punë organizative. Lëvizja Shqipëria e Re është një parti politike themeluar në nëntor të 2011-s dhe si gjitha partitë politike ka dhe ajo programin apo pikat e saj ku mbështetet. Lëvizja Shqipëria e Re ka një platformë me 7 pika. Janë 7 pika të cilat janë hedhur për diskutim dhe akoma nuk janë miratuar, janë pikat të cilat janë hedhur për diskutim dhe këto diskutime po bëhen me grupe të ndryshme në Tiranë dhe në rrethe. Tek fuqizimi i kombit shqiptar kundër korrupsionit. Ne kemi menduar që për të luftuar korrupsionin duhet kemi disa mekanizma të forta për të ndryshuar dhe për të ndier vërtet ato frytet e duhura në luftë kundër këtij fenomeni. Korrupsioni tani më është një fenomen. Është një fenomen i cili prek çdo hallk. Dhe si mund ta luftojmë në korrupsionin? Ne kemi menduar që duhet të ngrejmë referendumet, institucionin e referendumeve semestrale. Referendume semestrale të cilat do kalonin çdo 3 muaj në sit apo në provë çdo komunë apo bashki, çdo të zgjedhur. Kemi ngritjen e institucionit të Agjencisë së Supervizimit të Administratës Publike. Ky është një term i ri, kjo Agjencia e Supervizimit të Administratës Publike. Ne kemi menduar që kjo agjenci do të jetë një agjenci e zgjedhur nga popullsia civile, specialistë të fushave të ndryshme, të cilët do kontrollonin drejt për së drejti administratën publike. Ne kemi menduar që kush investon në arsim, në shëndetësi dhe në qendrat e përkujdesit sociale të përjashtohet të paktën për 8 vitet e ardhshme nga taksat. Në arsim, ne kemi menduar që të hiqet e drejta e vlerësimit të pedagogut ndaj studentit. Pra pedagogu t'japi orën e mësimit, ai paguhet për të dhënë atë të cilën ai e ka fituar gjatë viteve të veta, ai paguhet për të dhënë për t'ia transmetuar të studentit, por ne nuk jemi dakord që ai pedagog të vlerësoj vetë punën e tij. Duke shmangur pedagogun nga nota, nga pushteti i notës, kemi arritur që të krijojmë një student, domethënë t'u japim një konkurrencë të drejtë të barabartë. Pra gjithë secili do ishte i barabartë. Nëse do ishte një agjenci e kontrollit të provimeve, siç agjencia sot e kontrollit të kontrollon maturën, AKP-ja, ashtu tjetë dhe një agjenci e cila do kontrolloj të provime. Ne kemi edhe konceptin e qeras tatimore. Qera tatimore është një koncept i ri për Shqipërinë. Dhe është një koncept i hedhur nga Lëvizja Shqipëria e Re. Ne kemi menduar që të kategorizohet biznesi. E jo në 2 kategori, madh dhe i vogël, po të kategorizohet në 7 kategori. Dhe ndarja e kategorive të jetë në bazë të xhiros, jo në bazë të fidimit siç është sot. Nuk kemi as për taksën e shesh dhe as për taksën progresive. Pengesa kryesore sot për sipërmarrësit është bërë sistemi tatimor. Vjen çdo sipërmarrës i huaj, studion tregun, shikon që ka treg të bollshëm në Shqipëri dhe largohet, nuk investon. Pse? Nuk largon pra sepse nuk investon sepse nuk e di se sa do paguaj, se çfarë e pret në Shqipëri. Ndoshta ngrihet pyetja se a do jemi të sigurt që do shtypen apo do shtypen në kasën fiskale. Dhe këtë kemi menduar me 2 lloj mënyra për të arritur funksionimin e këtij sistemi, që sipërmarrësi ta shtypi faturën e kasës fiskale. E para është ndërgjegjësimi i qytetarit që të mbledhë faturat për çdo blerje që bën dhe në fund vitit të marrë 2% asaj të cilës ka bler. Kemi edhe një masë shumë më të ashpër, e cila është, nëse se gjendet një shkelje e tillë, transaksion e tillë, pa faturë apo i pa deklaruar në kasë sepse mund deklarohet dhe nuk ka faturë, automatikisht sekuestrohet biznesi. Dhe 50% e biznesit i kalon shtetit dhe 50% e biznesit i kalon atij polici i cili kapi këtë shkelje. A mund kishte një sipërmarrës i cili do guxonte ta shiste qoftë edhe një shishe ujë pa një faturë? Tek fuqizimi i shtetit, ne mendojmë që shteti duhet të kthehet në republikë presidenciale. Tjetër gjë që ne kemi është ndalimi i bigjozit dhe i faleve. Mbrojtja me ligj të veçantë i femrës dhe i fëmijës. Edhe ky është një ndër ligjet që duhet të funksionojë. Femra duhet të mbrohet me ligj të veçantë dhe fëmia. Për ditë në media ne shikojmë femra të vrara, femra të dhënuara, për ditë e njëjta gjë. Ndërkohë shoqatat vazhdojnë mitingje, protesta, ndërkohë që femra në realitet është gjithmonë më dhënuar. Dhe ne jemi gjithmonë për mbrojtjen e femrës. Do të thënë femra të jetë në qendër të vëmendjes, realisht, jo vetëm në letra. Të doja ta theksoj sepse kohët e fundit ne shikojmë në media që shumë femra vriten dhe vrasësit nuk gjenden. Nuk ka një ligj, nëse një ligj që zbatohet, nuk do t'i linte femrat ishin kaq të nënshtruara.